I ndishni, zonja Zhupa, sa do pak rivalët edhe në fushatë, edhe në premtime që bëjnë, edhe përmes rrjeteve sociale, ndoshta edhe qytetarët apo stafi ju ndihmon me linqe të bisedave apo premtimeve të tyre. Pra, jeni pak a shumë në djeni se çfarë premtojnë ata? Çfarë premtoni ju? Jam shumë në djeni, sepse shumica e tyre janë dhe meme, edhe mi çojnë njerëzit e stafit. Për shembull, ne kemi një kandidat këtu në Sarandë, në Delvin, që është kandidat i listës hapur, edhe ai kandidati thot për shembull programi im thot për Delvinën, programi im për Sarandën, e mendon se kandidon për kryetar bashkie, nuk e di që është një program qeverisës që paraqet Edi Rama. Pastaj njëti kandidat bën një premtim të madh elektoral, thotë do bëj një trampolin, që prapë është një detyrë bashkiake dhe po s'ka lidhje fare që duhet ta votojnë qytetarët. Pra në këtë aspekt këta janë meme të mëdha, ka një luftë të madhe brenda Partisë Socialiste në listën e hapur, ata e kanë përqendruar fushatën kush do marri ato 2 mandate të tjera, sepse 4 janë të mbyllur dhe 2 ngelen nga 6 mandate, dhe gjithë lufta bëhet kush do marri 2 mandatet e tjera të listës hapur me njëri tjetrin, vëzhgojnë dhe monitorojnë njëri tjetrin. Ajo që mua më vjen mirë në këtë rast është që qytetarët i kanë përbuzur. Shikoni fotot e të gjithë kandidatëve të listës hapur dhe do të gjeni me emra dhe me mbiemra të gjithë administratën shtetërore, lokale ose qendrore, ose familjarët e tyre. Në rastin kur nuk marrin pjesë do të vetë për shkak se janë drejtues, çojnë babain, çojnë maman, çojnë motrën. Dhe në këtë aspekt duke i parë, sepse ne patjetër unë marr një raport ditor në lidhje edhe me organizimin e kundërshtarëve për të parë çfarë po bëjnë, çfarë premtojnë, kush janë pjesëmarrës, sepse gjithmonë duhet të kesh edhe një kontroll edhe të anës tjetër, dhe është momenti po them më gacmor në mbledhjet e shtabit, ku shikon se çfarë dalin përballë qytetarëve, me çfarë alternative dhe çfarë ofrojnë, ndërkohë që janë në ditën më të zezë, sepse ju mungon edhe programi për të ardhmen, por edhe bilanci i të shkuarës për të përballur me zgjedhësit në qarkun e Vlorës, posaçërisht në zonat e mia. Dhe interesante shumë do të kishte qenë të kishim të paktën këtë herë një debat, një përballje mes kandidatësh edhe në nivel drejtues qarqesh, megjithatë dukshëm nuk do të ndodhë, sepse të paktën për socialistët mesazhi ka qenë i drejt për drejt që në asnjë përballje dhe asnjë debat me demokratët. Sepse kanë frikë, kushdo që merr këtë vendim do thotë që ka frikë nga përballja. Unë për shembull e kam kënaqësi të posaçme të vi cili do kandidat drejtuesi politik në debate dhe të flasim për çfarë kanë bërë dhe çfarë i ofrojnë qarkut të Vlorës. Ata e kanë të pamundur këtë gjë, se s'kan çfarë thonë dhe dinë që do dalin shumë keq, dhe ndaj është ky urdhër për të mos parë pjesë në debat. Dakor, keni edhe 3 javë fushat para, zonja Zhupa, ne do t'ju ndjekim, do të përcjellim edhe takimet edhe fushatën tuaj, me gjasa edhe mund të ndajmë të tjera biseda. Shumë suksese në këtë rrugtim tuaj. Shumë faleminderit për hapësirën dhe për bisedën e këndshme. Faleminderit juve.